Dy mërgjimtar nga Tetova, të cilët jetojnë në Zvicër, njëri prej të cilëve ushtron profesionin e zjarfiksit atje, kanë sjell donacion, uniforma, pajisje dhe tuba për zjarfiksit e Tetovës. Harbin Jakupi shpresojnë që nëpërmjet këtij donacioni të ndihmohen zjarfiksit e Tetovës, të cilët për çdo ditë përballen me flakët dhe zjarrin. Komuna jonë në të Zigënthall ka vendosur të dhuroj uniforma të vjetra të zjarfiksit për qytetin e Tetovës, që ato të vazhdojnë të shërbyen për jetën dhe sigurinë e njerëzve këtu në Tetovë. Kam derin të jem këtu me xhaxhain tim, Pajtim Jakupi, që është prej 15 vitesh në zjarfikës aktiv në komunën tonë në Zvicër, që hynë ati ku është rreziku më i madh në mesin e flakave dhe tymit. Unë vetë jam pjesë i ekipit të shpëtimit, ku kujdesemi për të lënduarit dhe japim ndihmën e shpejtë të pacientët. Zjarfikësit, kudo që ndodhen, kanë një mision të përbashkët, të mbrojnë jetën dhe të jenë pranë njerëzve në momentet më të vështira. Uniformat e dhuruara tashmë mund të jenë të dorës së dytë, por ato mbajnë histori të guximit dhe shpresës. Shpresojmë që këto pajisje të ndihmojnë edhe këtu në Tetovë dhe të forcojnë lidhjen tonë. Udhëheqësi i njësitit territorial kundër zjarrit në Tetovë, Avni Ahmeti, theksoi se pajisje të tilla u kanë munguar zjarfikësve të Tetovës dhe të njëjtat do të jenë një ndihmë e madhe për të gjithë zjarfikësit. Ahmeti deklaron se kjo nuk është hera e parë që ky njësit pranon donacione të tilla të mbështetura nga mërgjimtarët shqiptar. Kemi marrë një donacion shumë të vlefshëm për zjarfikësit e Tetovës. Domethënë kemi pajisje mbrojtëse, kemi helmeta, kemi këpucë, kemi doreza të cilët zjarfikësve të Tetovës ju kanë munguar. Gjithashtu kemi edhe tuba të cilët gjithashtu si donacion është i mirë pritur për zjarfikësit e Tetovës. Gjatë gjithë këtyre viteve kemi bërë apele të ndryshme për donacione të ndryshme nga qytetarë të cilët bashkëveprojnë dhe jetojnë në shtetet si Zvicra dhe Gjermania. Dihet që njësitë tona janë të lëna mbas dore nga shteti, i cili në kohën e fundit domethënë është një dritë në tunelin e thellë të cilën zjarfikësit e Maqedonisë së Veriut, domethënë e shohim që shteti interesohet për herë të parë që të bjenë, domethënë siç dihet, kemi mungesë të kamionave dhe gjithë pajisjeve tjera. Përndryshe, njësiti territorial kundër zjarrit Tetovë është njësi që mbulon territorin e komunës së Tetovës dhe 5 komunat rurale që gravitojnë në të. Njësiti është i pajisur me 13 automjete speciale kundër zjarrit dhe 75 zjarfikës shpëtimtar.